Procedurën e njëjtë për të njëjtën arsye po e bëjnë tash 6 radhazi. Të zgjedhurit e popullit nënshkruan pjesëmarrjen në seancë, por para se të zënë vend fillimisht i drejtohen befes. Diskutimet vazhdojnë në çdo cep të sallës në seancën që synim ka konstituimin e kuvendit. I pari në zgjedhje për nga votat në sallë vjen pothuajse i fundit. Kur të zgjedhëzun vend, deputeti i vetëvendosjes Agim Bahtiri kalon nga grupi parlamentar i LDK-s ku ka një dhuratë për më të riun e partisë më të vjetër. Një biberon me qomësh Bahtiria dha deputetit Paris Guri, mes që ky i fundit ironizoi ditë më parë me të se është i vetmi që do ta votonte për kryetar kuvendi. Po sa siguron numrin e deputetëve, kryesuesi Avni Dehari edhe fillon seancën, që pikë të rendit ka votimin e kryetarit të kuvendit. Vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9. Por partia fituese përsëris kishte emër tjetër për nominim pos Albulejna Haxhiut. Ne sërish e bëjmë propozimin e njëjtë, pra emri ynë i vetëm është Albulejna Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kështu Haxhiu mori po aq vota sa në seancën e së mërkurës. 57 deputet votuan pro saj, por pa mjaftueshëm sa për të zgjedhur kryetare e kuvendit. Kësaj seanca u shtyp përsëri për të dielën e 27 prillit.